çerk finalen e tretë të kampionatit kombëtar debatit. Në këtë kampionat, i cili për të 9 vit radhës i zbatohet nga organizata Liburnetik përmes mbështetjes së Agjencisë Kombëtare të Rinisë dhe AMSHC në këtë edicion të 9. Vjen mirë që kemi arritur në këtë fazë dhe do të përmbyllim një rrugtim të gjatë që ka filluar nga muaji gusht edhe duke përfunduar edhe duke u finalizuar pikërisht në datë 25, do të kemi finalen e madhe tek Piramida në sallën e Innovation Hub. Sot ndodhemi në American Corner në Tiranë. Ndaj dua t'i falenderoj për mikpritjen në këto 4 ditë që kemi zhvilluar fazat eliminatore, çerk finale dhe gjysmë finale. Kështu që shumë faleminderit dhe një duar tërkitje shkon edhe për të dyja skuadrat që kanë arritur në këtë fazë. Petronini Luarasi nga Tirana dhe Kriset Capo nga Berati. Kjo është hera parë që shkolla e Beratit arrin në këtë fazë, por kështu që shumë suksese. Petronini po ashtu është një nga skuadrat që ka treguar histori në kampionat, ka qenë ndonjëherë fitues i këtij kampionati dhe me siguri këtu kontributin e tyre kanë dhënë edhe juria që kemi në panel, ndaj do të falenderoj Milva Ribaj, pjesë e organizatës Liburnetik, juristën profesion, Eliverta Muço, pjesë e skuadrës së Liburnetik dhe e gjykatëse për të 9 vit radhasi, Aspasana Kongo, e cila i bashkohet kampionatit dhe gjithmonë është e mirëpritur, ka qenë koordinatore e këtij projekti vite më parë, moderatore, edhe shumë eksperiencë të tjera që kanë të bëjnë pikërisht me zhvillimin e politikave mbi rinin. Kështu që shumë faleminderit që na jeni bashkuar. Dua një duar tërkitje edhe Juria. Dhe padyshim dua të falenderoj edhe mësuesit tuaj që ju kanë sjellë në këtë fazë. Dhe shkollat e tjera që kanë qenë pjesë e kampionatit, që edhe na ndjekin në panelin e audiencës. Ndaj pa humbur kohë do të fillojmë me debatin e parë, debatin e skuadrave. Do të kemi një përballje për sa i takon njerëz prej temave që do të përzihet tani nga Frenki. Dhe lexojmë. Agenda e gjelbër, plani domosdoshëm që kërkon zbatim të menjëhershëm. Pra tema do të jetë agenda e gjelbër që kërkon plani domosdoshëm që kërkon zbatim të menjëhershëm. Ndërkohë që Senimi do të zbuloj tani qëndrimin për sa i takon këtij debatit parë, ose si ka emrin? Regina do të zbuloj qëndrimin. Pro do të jetë skuadra e Kriset Capos, kundër do të jetë Petronini Luarasi. Keni 7 minuta kohë përgatitore.
prezantojeni. Okej? Mirë? Atëherë, jemi gati, do të fillojmë me debatin e parë, debatin e skuadrave, 8 antarë do të flasin, 8 antarë do të kenë mundësinë e 1 minutë kohë, përsa i takon ndërhyrjes që do të bëj në këtë debat të parë. Mbi temën, agjenda e gjelbër, plani i domosdoshëm që kërkon zbatim të menjëhershëm. Suksese. Faleminderit. Përshëndetje, quhem Selim Estiti dhe jam përfaqësues i Gjimnazit Krisajt Sapo. Fillimisht dua të falenderoj Mjurin, skuadrën kundërshtare dhe organizatën Liburnetik për mundësinë e dhënë. Agenda e gjelbër nuk është një aktivitet apo një fushat, por është një mindset të cilën ne duhet ta implementojmë në karakterin ton. Dëmet që ne po bëjmë sot, brezi i ardhshëm nuk do t'i paguaj vetëm me dëme monetare, por gjithashtu dhe me shëndetin e tyre. Çdo sekond që ne çojmë dëm, përkthehet në dëm psikologjik dhe fizik. Një shprehje thotë: nëse aspiron të realizosh diçka, filloje që sot, me aq mundësi sa ke. Dhe prandaj unë dua t'ju ngrej një pyetje. A është më mirë ne të fillojmë që sot dhe të përmirësohemi në të ardhmen, apo të vuajmë dëmet tona në të ardhmen? Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Emilia Leshi edhe sot më bëj anën kundër të këtij debati. Doja të cilësoja se tema e sotme nuk është pro apo kundër një agjende të gjelbërt në të ardhmen, por ajo është a duhet ky zbatim i menjëhershëm. Për mendimin ton, një zbatim i menjëhershëm dhe i nxituar mund të sjellë më shumë probleme se sa zgjidhje. Duke llogaritur se Shqipëria lehtësisht mund ta kuptojmë se nuk ka mjaftueshëm kapacitete, jo vetëm institucionale, por as infrastrukturore për të sjellur një zbatim të suksesshëm të agjendës së të gjelbërt, e cila ka nevojë për plane afatgjata dhe investime të mëdha. Por kuj do t'i binë në qafë gjithë të ndryshime të mëdha? Kuj do t'i binë në qafë taksat e reja, kufizimet e forta dhe standardet e reja? Ato do i bien për barë qytetarit me të ardhurat të ulta dhe bizneseve të vogla, të cilat e kanë të pamundur të përshtaten shpejt edhe lehtësisht. Pra, për mendimin tonë, një reformë e mirë nuk varet nga shpejtësia, por ajo varet nga aftësia që ka për të vënë në punë në jetën reale dhe për mos të lënë askënd pas. Shumë faleminderit. Atëherë përshëndetje, unë jam Jessica Toska. Ne qëndrojmë pro zbatimit të agjendës së gjelbër, sepse është një plan shumë i domosdoshëm për vendin tonë. Pasi do të na bënte të pavarur ndaj tregjeve ndërkombëtare dhe krizave gjeopolitike. Shqipëria është një ndër vendet me potencialin më të lartë për implementimin e këtij programi. Pasi është një vend që na mundson të kemi 300 ditë diell. Dhe kjo do të na e bënte më të mundur vënien në zbatim të këtij plani. Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Daniel Ismaili, pjesë e ekipit Petroni Luarasi. Problemi kryesor i zbatimit të menjëhershëm të agjendës nuk është vetëm kostoja, është edhe vetëm se kush e paguan atë. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, çmimi i karbonit ndikon te varfëria dhe pabarazia përmes rritjes së çmimeve, uljes së të ardhurave dhe përmes mënyrës se si shpërndahen të ardhurat fiskale. Kjo do të thotë se taksa mbi karburantin, rritjen e çmimit të energjisë dhe standardeve të detyruara, pa kompensim financiar, bie mbi familjet me të ardhura më të ulta. Në Shqipëri, ku 22% e popullsisë është në rrezik të një varfërie, ky tranzicion pa një kompensim, pa një plan, pa masa sociale të qarta, do të hapi një krizë ekonomike edhe më të thellë. Si mund të quhet një tranzicion i drejtë ku barra financiare bie mbi ato të cilët konsumojnë dhe ndotin më pak? Faleminderit. Përshëndetje, jam Clarisa Gjonaj dhe vazhdoj të mbaj qëndrimin pro. Bashkimi Evropian e ka bërë të qartë, paratë e së ardhmes janë vetëm për projekte të gjelbra. Nëse nuk e zbatojmë agjendën menjëherë, ne do të mbetemi jashtë çdo treni investimesh. Madje, Komisioni Evropian ka njoftuar në vitin 2026 për Ballkanin Perëndimor një paketë për 171 miliard eurosh, ku përfshihen projekte për energji të pastër, hekurudha elektrike dhe teknologji të gjelbër madje edhe në Shqipëri. Skuadra tjetër mund të mbrojë metodat e vjetra të cilat po falimentojmë kudo, ne zgjedhim rrugën që na integron në tregun modern evropian. Të jesh i gjelbër do të thotë të jesh tërheqës dhe konkurrues për investitorët elitar. Faleminderit. Atëherë përshëndetje, unë jam Tristan Osmani. Të falemnderoj për argumentin tënd, por më duhet të them se bie ndesh. Ju përmendet se mos veprimi është i dëmshëm dhe është e vërtet se kalimi në një ekonomi më të gjelbër është i dur, por siç tha dhe shoqja ime, tema specifikon fjalën i menjëhershëm. Specifikon fjalën i menjëhershëm, një fjalë e cila nuk qëndron, që ky ndryshim mos të dështojë në mënyrë drastike
duhet të jetë i shkallëzuar dhe shumë i ngadalt, sepse mendo, një ekonomi si Shqipëria të përballojë një kosto kaq të madhe në një kohë kaq të ulët, do jetë e pamundur. Sipas Bankës Botërore, harxhimi energjetik nga përdorimi i menjëhershëm i energjisë së pastër është rritur me 20%, gjë që ka ndikuar ndjeshëm në çmimet dhe bizneset. Pyetja që dua të çoj për grupin tuaj është: a mund ta quajmë të vërtet një zhvillim kur në vend që të jetë një përfitim për qytetarët, ajo kthehet në një barr? Faleminderit. Përshëndetje, jam Anushaqe Hoxha dhe mbaj qëndrimin tim pro agjendës së gjelbër. Ju përmendet vetëm ekonominë, por le të flasim pak për shëndetin e qytetarëve shqiptar. Kryesisht në qytetet e mëdha si Tirana apo Durrësi, ndotja e ajrit nga makinat e vjetra apo industria po rrit rastet me asëm, alergji dhe probleme me frymarrjen. Çdo ditë që vonojmë agjendën e gjelbër, po rrezikojmë jetën dhe shëndetin e qytetarëve tanë. Mjekësia më e mirë fillon me një ambient të pastër, dhe për këtë nuk duhet të presim as edhe një ditë më shumë. Sipas raportit të Europe Environment Agency, ekspozimi ndaj grimcave të imta të ajrit është i lidhur me rreth 2000 deri në 3000 vdekje të parakohshme çdo vit. Çka na tregon ndikimin serioz që ndotja e ajrit ka në shëndetin publik në vend. Dhe nisur nga kjo, doja t'ju drejtoja një pyetje. Kur ndotja e ajrit po shkakton mijëra vdekje të parakohshme çdo vit, atëherë si mund të justifikohet ende shtyrja e masave që synojnë ta ulin atë? Faleminderit. Përshëndetje, unë quhem Desart Mesho dhe ju falenderoj për argumentat tuaja, i dëgjova me shumë vëmendje ato dhe doja ndalesha pak pikërisht ato çka ju përmendët. Jam shumë dakord, shëndeti është shumë e rëndësishëm, por ne duhet jemi pak realist, ne nuk jetojmë në një ambient apo në një qytetërim utopik dhe ne nuk kemi si t'i bëjmë gjërat me një shtypje gishtash. Jo, kjo nuk është reale. Gjithashtu do ndalesha pak dhe pikërisht ku përmendët faktin për fondet që janë dhënë nga jashtë, por sipas Bankës Botërore, tranzicioni i gjelbër kërkon triliona dollar investime për të realizuar brenda vitit 2050. Dhe një problem që nuk është se është përfolur, lidhet me varësi nga mineralet, që kjo lëvizje sjell. Litiumi, kobalti dhe nikeli kontrollohen nga shumë pak vende dhe nga kompani të mëdha. Vetëm Kina prodhon 70% të baterive të botës. Pra, ne po kalojmë nga varësia e naftës drejt varësisë së mineraleve. Për më tepër, nxirja e tyre kërkon kohë, dëmton mjedisin dhe kemi një fenomen shumë të papranueshëm që lidhet pikërisht me atë çka ju përmendët, pikërisht me shëndetin, që është fryzimi i punës së qytetarëve në disa vende afrikane. Prandaj ne ju drejtojmë një pyetje: a është kaq e gjelbër kjo agjendë që po ndryshon emrin e një varësie globale? Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Stella Qato dhe sot dua të flas sepse Shqipëria jeton nga bukuria e saj dhe nga ndota, dhe nga toka. Agjenda e gjelbër mbron lumenjt ta nga ndotja dhe tokën nga degradimi kimik. Kjo na lejon të kemi një markë bio, e cila shitet shtrenjtë në botë. Turisti i vitit 2026 nuk vjen në Shqipëri për të parë mbeturina dhe beton, vjen për të parë natyrën e virgjër. Zbatimi i menjëhershëm i këtij plani mbron pulën që bën vezët e arta të ekonomisë tonë. Është koha të zgjedhim, ose turizëm elitar, ose turizëm mbetjesh. Një studim i kryer nga FAO dhe Ministria e Bujqësisë tregojnë se agroturizmi në Shqipëri po rrit të ardhurat e zonave rurale dhe po tërheq turistë nga e gjithë bota, të cilët kërkojnë produkte bio, ushqime tradicionale dhe ambiente të pastra. Kjo na tregon se mbrojtja e natyrës nuk po e pengon ekonominë tonë, por është një investim në të ardhmen. Ju jeni kundër agjendës së gjelbër, prandaj dua t'ju pyes: si mund të prodhojmë produkte bio kur toka, ujë dhe ajri po ndoten çdo ditë? Përshëndetje, unë jam Ester Liti dhe ju falenderoj për argumentat tuaja. Është shumë e vërtetë që agjenda e gjelbër mund të ketë ndikime pozitive në turizëm, shëndet, apo është e mbështetur nga BE. Por çka është më e rëndësishmja? A është ajo e zbatueshme këtu në Shqipëri? Një plan zbatimi sheveritar është aq i mirë sa kapaciteti për ta vënë atë në veprim. Sipas komunitetit energjetik, Shqipëria i ka hedhur bazat ligjore për inventarin e gazeve serë, por sistemi kombëtar i raportimit mbetet i pakonsoliduar. Gjithashtu, edhe objektivi klimaterik për 2030 nuk është përcaktuar në legjislacionin shqiptar. E megjithatë, ai figuron në planin kombëtar për energjinë dhe klimën. Kjo tregon se ka një ndek të thellë mbi politikën reale dhe atë të shkruar në letër. Prandaj unë sot po ju pyes, nëse nuk po arrim dot të vëmë në zbatim në mënyrë eficiente politika mjedisore për të cilat e kemi një plan konkret, atëherë çfarë si ju duket ju e arsyeshme që të ndërtojmë reforma të reja akoma dhe më ambicioze? Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Dana Sadiku, ju falenderoj për argumentet tuaja, por më duhet të them se
Agjenda e gjelbër nuk mbyll vende pune. Përkundrazi, ajo krijon vende pune më të mira, të cilat janë gjithashtu më të mirë paguara. Sot kemi nevojë për inxhinier panelesh diellore, menaxher të ujit dhe specialistë të izolimit termik. Ky është shansi i madh për të rinjt tanë që të mos emigrojnë, por të ndërtojnë ekonominë e re këtu në Shqipëri. Skuadra tjetër mbron hoxhaqet me tym, ne mbrojmë laboratorët e teknologjisë së pastër. Rritja e preferencës për punë të gjelbërta sapo vjen dhe po rritet. Ky është shansi më i madh për të avancuar dhe për të pasur një vend plot me opsione të reja dhe të sigurta. Le të zgjedhim të ardhmen për të provuar një formë të re mes nesh. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, quhem Frank Ismaili nga ekipi Petronili Luarasi. Po dëgjoj me vëmendje gjithë argumentat e ekipit tuaj dhe më duhet të them, politika mjedisore të cilën po prezantoni është diçka shumë e mirë. Problemi jon është afati, menjëhershëm i paarritshëm. Nëse asnjë nga argumentat e grupit tim deri tani nuk ju ka bindur, po jap një shembull konkret. Polonia, një shtet në Bashkimin Evropian, disa herë më i zhvilluar se ne, e provoi implementimin e agjendës së gjelbër. Po sot, ku jemi? Sipas Agjencisë Evropiane të Mjedisit, Polonia përdor rreth 60% të energjisë së saj që përdor e ka burime të paritëritshme, pra jo të riciklueshme. Gjithashtu ka emetime shumë të larta të dioksidit karbonit deri në 50 milion ton në vit, një nga më të lartat në rajon dhe në Europë. Përveç kësaj, le të flasim pak dhe se çfarë thot OKB-ja, që për implementimin e agjendës së gjelbër duhen 4.5 trilion dollar në vit deri në vitin 2030 dhe jo 171 miliard dollar grant për të cilin ju folët. Planeti jon këtë gjë se bën dot, e as më pak vendi jon i vogël Shqipëria. Tani pa më thoni pak, a nuk do ishte pak më mirë që t'i lëmë ëndrat utopike pak më larg dhe të fokusohemi te zhvillimi i qëndrueshëm e kuptim plot? Kjo do ishte më e mirë. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Kaltrina Metushi, doja të ktheja përgjigje pyetjes tënde që sapo bëre. Me shembull që ne e tham pak më parë, por le ta kapim në një aspekt tjetër, në ana morale. Nuk do të ishte më mirë nëse ne do të tregonim brezave tanë se çfarë kemi bërë ndër gjithë këto vite, ku brezat më përpara kanë luftuar për tokën tonë dhe kanë luftuar për trashëgiminë tonë, që ne të kemi të këto që kemi sot. Që ky planet të ekzistojë, ne duhet të veprojmë sot. Nëse ne e lëm pas dore këtë gjë, ne do të shikojmë që ne do të varim më keq dhe do të bëhet një planet shumë i shpifur. Ndërkohë që mund të sjellë edhe vdekje të tepërta, siç e thanë dhe pak më parë shoqjet e mia për pjesën e sëmundjeve që është hapur në mas kohët e fundit. Çfarë do t'i thoni ju pasardhësve, nëse ju do të shikoni që pas 20 vitesh ose pak më pak 10 vite, Shqipëria jonë dhe shtetet e tjera do të prishen nga kjo gjë. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Eliza Matushi, përfaqësuese e gjimnazit Petronini Luarasi Tiranë dhe dua t'ju falenderoj për argumentet të cilat ju keni parashtruar në debatin e sotëm dhe duke ju falenderuar dhe për frymën të jetë optimiste dhe ambientaliste që ju ofruat sot. Por ama ne jemi në një debat ku duhet të diskutojmë objektivisht edhe me një frymë vërtet realiste. Sepse në momentin që ju thoni menjëhershëm dhe efektiv, këto janë dy pika kyçe të cilat bien në kontradikt me njëra tjetrën. Krahas kësaj, me të vërtetë ne kemi kushte favorizuese i përket zhvillimit të praktikës së gjelbër në vendin tonë, por ama ne nuk kemi një plan strategjik i cili synon gjithashtu edhe një pjesë të konsiderueshme të popullsisë. Nëse do ta përforcoj pak sa këtë argumentin tim, dua të marr shembullin e Francës, një vend të i zhvilluar i cili vendosi të zbatojë këtë plan dhe çfarë ndodhi? Politika ose më saktë popullsia e refuzoi atë në mënyrë masive, duke u shprehur eksaktësisht se ne nuk mund të zbatojmë një politikë i cila e thellon pikërisht edhe problemin e gjendjes sonë ekonomike dhe stabilitetit tonë jetësor. Pra në momentin që ne hartojmë një ligj, ne duhet kemi parasysh edhe politikat kompensuese dhe të gjithë faktorët të cilët ndikojnë për të mirën e popullsisë dhe jo për të thelluar të gjitha dëmet e saj. Tek e fundit, ne duhet të mbrojmë stabilitetin e vendit tonë. Ju faleminderit. Atëre, falenderojmë shkreptikët e divanit, pasi na thonë se jemi vend i vogël, s'kemi pse nxitojmë. Pikërisht sepse jemi të vegjël, jemi më të rrezikuar. Skuadra jonë sot tregoi se zbatimi i menjëhershëm i agjendës së gjelbër nuk është thjesht një luks që shteti shqiptar nuk e përballon dot, por certifikata jonë e pronësisë për të ardhmen. Por jo vetëm, ne treguam se agjenda e gjelbër sjell shumë vende të mira pune për të rinjt. Na bën ne si një shtet të pavarur nga tregu ndërkombëtar dhe për më tepër na ofron një shtet të shëndetshëm. Teksa ju po na mbroni naftën dhe shëndetin e shteteve të tjera, ne po jo flasim për diellin e Shqipërisë. Kush nuk lëviz sot, do të mbetet në baltën e historisë. Skuadra jonë mbron qëndrimin pro zbatimit të menjëhershëm agjendës së gjelbër. Sepse ne kemi guximin të zgjedhim një botë që nuk mbesotrohet nga gjyrat e zymta. Faleminderit. Përshëndetje. Unë quhem Dardan Spahia edhe sot do të përmbyll anën kundër të këtij debati. Ju kemi dëgjuar me shumë kujdes gjithë argumentet që keni sjellë sot,
por në bazë të fakteve reale që kemi sjellë neve, konkluzioni ynë mbetet po i njëjtë. Agenda e gjelbër është një sistem që rrezikon të dëmtojë njeriu në kërkesë së mbrojtjes së planetit. Pse e themi këtë? Faktet flasin vetë. Agenda e gjelbër do të rriste koston e jetesës pikërisht për ato shtresa sociale dhe ekonomike që janë më në rrezik për Shqipërinë sot. Thatë se investimet e huaja do na ndihmonin, por realisht kostoja e agjendës së gjelbër është aq e lartë sa do bëjë thjesht një barë ekonomike për vendin tonë, për familjet e përmendura më përpara. Përmendet një varësi që kemi ndaj naftës, por kjo varësi aktualisht do të zëvendësojë me një varësi tjetër ndaj mineraleve tepërsisht të rralla. Çdo e mirë që keni përmendur ju sot është vetëm teorik, pasi gjendja fiskale, ekonomike e Shqipërisë sot tregon se agenda e gjelbër nuk mund të zbatohet me një herë. Edhe siç ka thënë Winston Churchill, ai që mendon vetëm për të nesërmen, harron të sotmen. Faleminderit. Faleminderit realisht për këtë debat, i cili kishte plot argumenta, plot shembuj dhe vërtet është një nga debatet që do donim ta kishim në çfarë do lloj sesioni që kemi pasur, sepse kjo tregon punën tonë të mirë, por nga ana tjetër edhe përgatitjen tuaj për sa i takon këtij formati. Mirë, do të vijmë tani me debatin e dytë, debatin e liderave. Në këtë përballje do të kemi Frankin dhe Selimin. Për sa i takon temës që do të përzihet tani Selimi tek zarfet që ka aty pranë, ose si e ke emrin? Jessica? Mikrofone. Përdorimi i telefonave celular nga fëmijët e moshës 15 deri në 17 vjeç është i justifikuar. Ma kalo tema. Pra tema do t'jetë përdorimi i telefonave celular nga fëmijët e moshës 15 deri 17 vjeç është i justifikuar. Okej, ndajmë dhe qëndrimin, Franki. Pro? Apo jo? Petronini është pro. Pro, është Franki, kundër do t'jetë Selimi. Shumë suksese, 7 minuta ko.
debatin e dytë, debatin e liderave. Në këtë përballje do të kemi Franklin dhe Selimin. Mbaj shtypur që të ndizet. Okej. Do të filloj Franki që mban qëndrimin pro, do të pasohet pastaj nga Selimi që mban qëndrimin kundër. Suksese nga 2 minuta, 4 ndërhyrje në total. Atëherë përshëndetje të gjithëve, quhem Frenki Ismaili dhe në radhë parë dua të falenderoj Jurin, mësuesin tonë Anila Shau dhe kundërshtarët për këtë debat kaq të mirë që kemi bërë deri tani. Atëherë, tema që të debatojmë tani është përdorimi i telefonave nga fëmijët të moshave 15 deri në 17 vjeç është justifikuar dhe unë se dhe së bashku me ekimin tim mendojmë po, është justifikuar. Ja t'ju jap disa arsye. Në radhë parë ne po jetojmë në një epokë digjitale, ku çfarë është shumë e rëndësishme? Komunikimi. Pse e themi këtë? Sepse epoka digjitale njihet si epoka që e bëri botën një fshat global. Pra, virtualisht i solli njerëzit më afër. Ne nuk jemi sepse i privojmë fëmijët e këtyre moshave nga ky komunikim apo kjo afërsi me të tjerët, pikërisht sepse nuk justifikohet përdorimi i telefonat ta. Pra ata e justifikojnë për këtë gjë. Gjithashtu, kemi edhe diçka tjetër që është informimi që marrim nga gjithë lajme dhe çdo ndryshim global që ndodh, ne e marrim nga telefonat. Ajo është gjëja që kemi më të afërt. Nuk kemi më ato kompjuterat e mëdhenj që përdornim që zinin një dhomë të tërë, por tani kemi disa pajisje kaq të vogla, katrore që i mbajmë nëpër xhepa. Dhe përjashtimi i kësaj grup moshë, siç e thash, nga telefoni, nga epoka digjitale do të sillte thjesht nga dalësim të tyre në marrjen e informacionit, madje do t'i bënte të ngeleshin mbrapa në krahasim me grupmoshat e tjera. Është ajo gjë siç e dim të gjithë këtu që e kemi një telefon në xhep momentalisht. Dhe pse e kemi këtë? E kemi pikërisht për të na ndihmuar në çdo gjë. Por jam shumë i sigurt që të gjithë kemi përdorur telefonin këtu për të ndihmuar veten tonë, gjithashtu dhe shokët e ekipit në komunikim me argumentat për këtë debat që po bëjmë sot dhe për çdo gjë tjetër që na përdoret. Dhe këto hyn tek zhvillimi akademik që sjell telefoni. Para se të kalojmë pak tek zhvillimi fiks akademik, mund të flasim diçka tjetër që ka të bëjë me shkollën. Projektet e ndryshme që bëjmë në lëndë të ndryshme, kemi filluar në çdo shkollë të Shqipërisë duke bërë vetëm në mënyrë digjitale. Shumica prej nesh, ata që nuk kanë një pajisje si laptop apo kompjuter, përdorin telefonin e tyre. Kjo ndodh sepse është më thjesht dhe më praktik. Projekte të ndryshme bëhen më shpejt nga nxënës, të cilët mund të bëhen më shpejt të gjë që të kalojnë tek diçka tjetër apo nga fëmijët e kësaj grup moshe. Të gjitha këto që po them deri tani janë vetëm për t'ju thënë se po, justifikohet përdorimi i telefonit nga kjo grup moshë. Përshëndetje. Jam Selim Esiti, përfaqësues i Gjimnazit Krisajt Sapo. Fillimisht dua t'ju falenderoj edhe ju për argumentat e parashtuar, Jurin dhe për këtë debat kaq cilësor deri më tani. Ju e nisët me ekspozimin e të rinjve nga rrjeteve sociale dhe unë dua të kundërshtoj këtë pikë me faktin se ekspozimi ndaj rrjeteve sociale sjell dhe bullizëm, gjithashtu dhe kohët e fundit edhe modifikimin e fytyrave e imazheve me AI. Kemi parë që AI vitet e fundit ka evoluar shumë dhe shumë të rinj ndikohen apo dhe janë të rrezikuar nga ekspozimi i fytyrave të tyre në rrjetet sociale. Ju gjithashtu përmendët dhe se të rinjt informohen nëpërmjet rrjeteve sociale dhe nëpërmjet telefonit. Më lejoni të përmend një eksperiment që është mbajtur nga Universiteti i Harvard, ku është marrë në studim një numër i madh studentësh dhe ku është verifikuar se 80% të këtyre studentëve nuk ishin të aftë të kuptonin nëse informacioni që po lexonin ishte real apo i rrem. Gjithashtu përmendët dhe se të rinjt i përdorin aparatet celular për bërjen e projekteve shkollore, organizimin arsimor etj etj. Më lejoni të përmend se ekzistojnë dhe qendrat e internetit, siç jemi këtu te American Corner, njëri mund të vi këtu, të informohet, të mbaroj punën e tij me projektet e tij dhe është shumë okay. Gjithashtu më lejoni të kaloj edhe te disa pika të tjera ku aparati celular nuk është domosdoshëm. Varësia ndaj rrjeteve sociale dhe aparateve celular sjell probleme të shëndetit fizik, por dhe mendor. Të rinjt e kësaj moshe duhet fokusohen tek aktivitetet sociale dhe gjithashtu gjerasin të përmend dhe lobin frontal, i cili është në zhvillim deri në moshën 25 vjeçare. Nëse ne ndikohemi dhe përdorim aparate celulare ku na dezinformojnë, na inkurajojnë, gjithashtu jemi të ekspozuar dhe ndaj bullizmit online, atëherë pëstojmë gjithashtu dhe dëme psikologjike. Faleminderit. Atëherë Selim, të falenderoj shumë për argumentat që më dhe, por më duhet të kundërshtoj. Në radhë parë përmendë faktin se përdorimi i telefonave, sidomos rrjetet sociale nuk është i sigurt prej bullizmit kibernetik. Pikërisht Sarti këtu para disa javësh në një bisedë me ministren e arsimit ka bërë një bisedë rreth bullizmit kibernetik dhe ku thanë se bullizmi kibernetik është më i lehtë për t'u ndalur sesa bullizmi fizik. Dhe kjo gjë është thjesht logjikisht për ta kuptuar. Gjithashtu përmendët dhe AI, të cilë mund të krijojë këto foto me flërë të ndryshme, të quajtura ndryshme si
Falenderoj përsëri për argumentat e parashtruar, e respektoj, por më duhet të kundërshtoj. Atëherë, ju fillimisht thatë se shumica e shereve janë fizike dhe bullizmi është fizik se sa digital. Më lejoni të përmend se ky bullizëm fillon në rrjetet sociale, por më pas vazhdon fizikisht. Përmendët edhe gjithashtu se koha në qendra interneti është kohë e çuar dëm, le të themi në thonjza, apo kohë e shpenzuar jo me efikasitet, por njësi i ri ka vetëm prioritet mësimin. Pra vetëm arsimin, shkollën dhe aktivitetet që vinë rreth tyre. Ku do ta çoj kohën një ri nëse nuk e shpenzon për të marrë informacione për të shkuar në qendra interneti? Gjithashtu dua të përmend pak pjesën e anës sociale, ku marr shembull adoleshentët të varur nga interneti, ku ka një përballje sociale. Gjithashtu ju përmendët dhe se telefoni është një dritare e madhe ndaj informacionit botëror. Po, jam bie shumë dakord, është një dritare e madhe ku na informon për informacion të mirë, por mos harroni se ka dhe informacion të keq. Shumica e rrjeteve sociale, siç është TikTok për shembull, jo më pak se para disa muajsh u mbyll për shkak të banaliteteve dhe shereve të cilat përfundonin dhe në fatalitete, fatkeqësisht. Kështu që nuk më bie dakord me këtë pjesë se është një dritare se ka shumë informacion të mirë, sepse siç ka të mirë ka dhe informacion shumë të keq. Gjej rastin të përmend edhe pak platformat si TikTok apo Instagram, ku të rinj të moshës tonë specifikisht shohin influencera apo persona të cilët bëjnë jetë luksi dhe krijojnë insecurities për veten e tyre, pra pasiguri. Gjithashtu dhe gjatë viteve të mëparshme kemi hasur dhe fenomene si Balena Blu apo Jonathan Galindo, ku Balena Blu është bërë një krizë kombëtare ku ka sjellë vdekje të shumta. Gjej rastin të përmend dhe një statistik nga Instat, ku 40% të rinjve që përdorin aparatin celular raportojnë lodhje kronike dhe fizike. Gjithashtu dhe një raport nga PISA, ku paraqet se para 2 vitesh Shqipëria është nditur në vend të parafundit në moshën tonë, pra në lexim dhe shkrim. Kur ne hasim kaq probleme të faleminderit. Kur ne hasim kaq probleme të mëdha në lexim dhe shkrim, atëherë për çfarë na duhet në rrjetet sociale kur ne mund të fokusohemi në arsimim. Faleminderit. Se sa të kalojë diçka fizike, gjë që ishte më e keqe të rinjtë kësaj grup moshe se sa thjesht konfrontimi online. Në radhë të dytë ju përmendët se një ri e gjitha çfarë do të bëjë dhe çfarë do të merret dhe studimet që ai ka është ana akademike, mësimet, shkolla dhe ardhmja e tij. Kjo është e vërtetë. Prandaj, unë atë po them që nëse ti mund ta bësh diçka më shpejt, si duke vrarë telefonin jot që ke në xhep, ti kohën që të ngel mund të bësh diçka tjetër për mësimin, të fokusohesh tek diçka akoma më shumë dhe të arrish më shumë gjëra në një kohë më të shkurtër sa duhet të harxhosh kohë nëpër qendra interneti. Që pastaj del dhe pyetja, ka kapacitet qendra internetit për të gjithë të rinjtë të kësaj grup moshe? A kemi kaq shumë qendra interneti ne në Shqipëri, kur nuk besojnë në qytetin tim në Tiranë, nuk besoj se ka mjaftueshëm, nuk mendoj se kanë të gjithë vendin. Gjithashtu ju përmendet edhe TikTokun. TikToku vërtet u mbyll para rreth një viti për një ngjarje shumë të trisht që ndodhi, por TikToku ha prapë në bazë shumë apele, pasi kuptua që problemi nuk ishte rrjeti social. Problemi ishte komplet mënyra se si këta fëmijë ishin mësuar ose më saktë nuk ishin mësuar dhe nuk ishte pasur shumë takime me psikologë apo tjerë që reforma në shkollë që ndryshuan që për asaj kohe. Ju gjithashtu tek TikToku do të tregoj se fakti që u mbyll TikToku do prapë tregoj se mund të menaxhohet. Pra mund vetë justifikohet ky përdorim. Gjithashtu përmendet më parë dhe studentët e Harvardit. Studentët e Harvardit në radhë parë janë studentë universiteti që janë të gjithë 18 plus, nuk janë të kësaj grup moshe të cilës ne po përmendim. Gjithashtu dua të përmend edhe faktin tjetër se në rregullin e punës disa nga aftësitë që produkohen më shumë janë ato të teknologjisë, që shumica, sidomos kjo grup moshe merr telefonin. Pra, nëse ne themi se nuk justifikohet përdorimi i teknologjisë në këtë grup moshe, ne thjesht po lëm ata 2 vite mbrapa në tregun e punës, gjë që është shumë e rëndë, sidomos për karrierën dhe jetën e tyre që ata duan të krijojnë. Faleminderit. Përshëndetje. I bie pjesërisht dakord, por më duhet ju kundërshtoj. Atëherë, fillimisht dua të zë edhe pak faktin se të rinjt duhet të kalojnë kohën në natyrë dhe me të rinjt të tjerë. Marrim shembull e Ridebatein, ne jemi të rinj dhe në 2026 që ne jetojmë ka plot aktivitete dhe trajnime të tjera ku ne mund të angazhohemi. Zë shembull e të rinj dhe Ridebate ka ardhur si debat, një format i krijuar nga të rinjt të moshës tonë. Gjithashtu dua të përmend dhe pak pjesën e aktiviteteve sociale, siç janë dhe kampuset rinore apo dhe shkollat verore. Pra, ajo çfarë ju përmendët se nuk ka kapacitet për
qendra interneti, njëri nuk mund ta shpenzojë kohën e tij jo vetëm në qendra interneti, por edhe në aktivitete të tjera, siç janë trajnimet, shkollat verore, aktivitete si debate etj. Gjithashtu dua të përmend faktin se të rinjt janë të ekspozuar, domethënë nga rrjetet sociale dhe gjithashtu Gjithashtu hasim dhe vështirësinë në përdorimin e telefonave. Domethënë, pra, përdorin më shumë kohë për telefonat, sepse para 2 vitesh është mbajtur një sondazh nga PISA, ku të rinjt përdorin aparatet celular për 4 deri në 6 orë. Pra, shumica e këtyre orëve merren nga orët e studimit, të cilat I ulin ata në aktivitete akademike. Faleminderit. Faleminderit, kjo është ndërhyrja e fundit që unë bëj dhe dua të drejtoj një pyetje, se si mund t'i japim ne dorë këto pajisje me justifikimin se konsiderojmë për të rritur. A e shikoni sot se çfarë po ndodh me botën e internetit? Sot shumë të rinj kërcënohen çdo ditë dhe manipulohen nëpërmjet aparateve celulare. Të mbrohemi nga ai ekran I vogël apo katror siç dhe ju thoni, fshen mira mistere brenda ngjyrave të një ekrani manipulues. Nëse duam një jetë të sigurt për ata, për ne që duam të zhvillohemi, atëherë eliminimi ndaj këtyre mjeteve të rrezikshme është parimor për ne. Nëse ne lejojmë këto mjete që të shkruajmë, të mendojmë dhe të llogarisim, truri ynë fillon të aktivizohet, pra të dembelizohet në thonjza. Të rinjt po humbasin aftësinë e mendimit kritik. Gjithashtu ju falenderoj dhe ju për debatin. Mirupafshim. Mirë, kemi përfunduar. Është momenti tani që juria të mblidhet, bëj vlerësime dhe të mësojmë pas pak se cila do të jetë skuadra që do të vazhdojë garën në ridebet.
Mirë, jemi gati tani, do zbulojmë edhe se cila do tjetë skuadra që do të vazhdoj garën për sa i takon gjysmë finales, së dytë, që zhvillojmë në këtë ditë të dytë të kësaj faze. Kështu që është shumë e rëndësishme që t'i dëgjojmë komentet apo edhe vlerësimin që do të bëjnë gjykatësit në mënyrë që t'jemi edhe më të përgatitur për sa i takon fazës tjetër, që është shumë e rëndësishme. Për fat keq njëra nga skuadrat që kemi sot këtu do të largohet për sa i takon këtij edicioni. Jeni të përpritur gjithmonë edhe në edicionet që të vijojnë. E kam thënë për gjatë gjithë këtij viti që ky është edicioni 9, po edicioni 10 fillon pikërisht në shtator kur fillon edhe viti akademik. Kështu që është shumë e rëndësishme që ndoshta ata që do duan ta vazhdojnë këtë rrugtim të përgatiten, të bëjnë gati në mënyrë që të përfaqësojnë shkollat. Zakonisht ne edhe bëjmë një përzgjedhje në mënyrë që t'i kënaqim të gjithë shkollat përfaqësuese, por ndonjëherë interesi që shfaqin vetë mësuesit, mentorë apo edhe vetë shkollat për të bërë pjesë e këtij kampionati ndikon në përfshirjen tuaj. Kështu që shumë faleminderit për deri këtë fazë, por nga ana tjetër gara është garë. Formati ka disa rregulla dhe vetëm njëra nga skuadrat do të ketë të drejtën e përfaqësimit edhe rrugtimit në fazën tjetër. Aspasiana? Okej, punon? Okej. Përshëndetje të gjithëve. Besoj. Së pari unë duhet ju falenderoj të dyja skuadrat për debatin që na dhuruat. Unë nuk kam patur mundësi të ndjek të gjitha debatet, por ajo që kuptoj që sa më shumë afrohemi drejt finales, aq më i zjarrt bëhet diskutimi në parashtrimin e argumentave, edhe aq më i fortë duket ndonjëherë përballja mes dy skuadrave. Kështu që faleminderit të gjithëve për angazhimin. Dua të falenderoj shumë edhe dy zyshet, që jeni kujdesur sepse produkti shihet. Tani, pavarësisht se kush e kalon, unë s'dua ta quaj për fat keq. Kjo është një garë dhe në një garë duhet të dalë një fitues. Por nuk dua ta konsideroj të pjesa për fat keq, jeni të gjithë fitues për mua. Madje unë e them shpesh që fiksojeni mirë fytyrat e njëri tjetrit, sepse në një 10 vjeçar të ardhshëm është sigur që do jeni krah njëri tjetrit dhe në situata të caktuar. Unë nuk jam nga Tirana, as e Liberta, nuk e di. Por na ka lidhur puna dhe vazhdimi qoftë studimet që në situata të caktuara të bëhemi bashkë me njerëz që dikur i kemi patur përballë në një debat apo në një projekt apo në një angazhim tjetër. Kështu që këtë gjë shijojeni përtej faktit kush ikën dhe kush ri. Unë do doja të jepja disa këshilla, jo vetëm për skuadrën që do kalojë në fazën tjetër, por edhe për ata të cilët nuk do ta kenë mundësinë për të kaluar në fazën tjetër, sepse ky është një projekt që do vazhdojë dhe përgjithsisht janë të nevojshme në mënyrë që vitin tjetër, pse jo, të jeni më të përgatitur për të dyja flas. Diferenca nuk është shumë e madhe. Te ne ka patur diskutim, por ka qenë një diskutim vendimarrës deri diku i njëkahshëm. Pra kemi qenë në diskutimin ton me argument, nuk kemi pasur kundër argument, por thjesht kemi qenë me bindje që ato të cilat ne kemi menduar që janë zhvilluar për gjatë këtij debati qëndrojnë nga të treja nga ne. Së pari ajo që doja të thoja është që të dyja skuadrat karakterizohen në kulturën e debatit, në respektimin e formatit, përveç pjesës së respektimit të kohës, por kjo është diçka e lejuar nga vetë formati, kështu që keni parasysh që nëse do jeni në finale, kjo gjë nuk do tolerohet. Thjesht mbani vëth në vesh. Pra nëse në këtë fazë është toleruar pjesa e kohës, në finale koha nuk do tolerohet, do respektohet, sepse mund të ndodhë që një argument shumë të fuqishëm ti mund të mos e thuash dot vetëm sepse të mbaron koha. Pra është një lloj mirë artikulimi që ju duhet të zhvilloni në mendjen tuaj, që atë që mendoni që është një argument i fortë, duhet ta thoni të parin. Së dyti, të dyja skuadrat karakterizohen në një lloj qetësie, por njëra është pak më tepër emocionale. Këshilla ime është, në një kulturë debati, emocionet duhet t'i lini më njanë. Nuk e kam fjalën për liderin, absolutisht jo.
e kam fjalën në të gjithë pjesëtarët e skuadrës, sepse emocioni dashur pa dashur të krijon në një lloj devijimi të formatit të debatit dhe dilin nga ajo pjesa e qetësisë së dhënies së argumentit. Nëse ka një pikë të fortë në debat, është qetësia. Ta dëgjosh kundërshtarin me vëmendje dhe të krijosh vetbesimin. Këshilla e tretë, vura re disa element gjatë kohës që debatoni në fazën e parë, që unë e kuptoj që është e vështirë që çdo gjë të mbahet mend, edhe patjetër që ju duhet të hidhni një sy, por keni parasysh nëse kaloni në finale, leximi nuk ju rrit pik, ju ul pik. Duhet të bëni një perifrazim të asaj që thoni, ose nëse e lexoni, një sy në letër dhe një sy te kundërshtari. Komunikimi sy më sy krijon bindjen te kundërshtari që argumenti im është shumë i fortë, edhe pse mund të mos jetë i fortë në mendim, por artikulimi është shumë i rëndësishëm. Gjuha e trupit është shumë e rëndësishme. Kështu që keni parasysh të gjë, sepse të dyja skuadrat e kishin, dikush më shumë, dikush më pak, por këto janë element që ne kemi bërë diferencën. Në nivelin e artikulimit të argumentave, ishte jashtëzakonisht, nëse mund ta them fjalën, i fuqishëm, sepse që në fillim debati filloi me një parashtrim shumë të saktë, si nga Frenki, ashtu edhe nga Selimi, dhe gjithë e vazhduat duke e nisur me kundër argumentimin e kundërshtarit dhe duke dhënë argumenta të reja. Madje qasjen e zgjatët, ku nëse cili kishte nga një argument të ri, duke përfshirë dimensionin e europian, goca që përmendi argumentin e BE-s, kush ishte? Këte nga Kristaj Capo? Okej. Si ke emrin? Clarissa, okej. Do me thënë, mënyra se si u zhvillua debati është e kaluar nga konteksti vendor, kombëtar, europian, pra ishte një shije shumë e mirë e mënyrës se si kaluat tek njëri tjetri. Dhe ajo që u vure përgjithsisht ishte që falenderon njëri tjetrin, jo në gjitha debatet ndodh kjo, ma besoni këtë. Dhe mbi të gjitha u vun re edhe element për mënyrën se si e trajtuat kundërshtarin, siç ishte rasti Frenki që në kohën që fliste i dhas lolapsin Selimit, domethënë po ja u them do detaje, thjesht për të kuptuar se sa i vëmendshëm është këndvështrimi jon, sepse në debate të tilla janë detajet që bëjnë diferencën. Një këshill tjetër është nëse njëri nga ju do shkoj po njëri nga ju e sigurt që do shkoj në fazën tjetër, keni pak kujdes me protagonizmin. Protagonizmi nuk është diçka për të ndjekur në një kulturë debati. Pra, gjithmonë i referohemi pjesës së qetësisë, pjesës së dhënies së argumentit, parashtrimit, shembulli, statistika. Dhe gjithashtu vëmendja është një element shumë i rëndësishëm, një element jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm që u vure tek të dyja skuadrat, u vure tek liderat, duke kundër argumentuar, por në thonjza edhe duke përgënjeshtruar një argument me një fakt konkret, gjë që janë element shumë, shumë të rëndësishëm. Tani, kushdo që kalon, skuadra tjetër nuk duhet të mërzitet. Edhe më jepni fjalën që do përqafoheni në fund. Okej. Unë ju uroj shumë suksese, edhe përtej atij që do kaloj, vitin tjetër, këto janë këshillat mira që t'i mbani parasysh, po shifeni edhe veten, keni fatin që këto debate janë live, pra janë të regjistruara, sepse vetëm duke parë kupton edhe gabimet në thonjzas, duhet i konsideron gabime, po çedime, le të themi, në mënyrë që vitin tjetër të jeni fitues. Historiku i Petroninit është shumë interesant. Ndoshta çuna dhe gocat këtu nuk e din, por 3 vitet e para nuk kanë kaluar dot as fazën e parë. Dhe ajo që i ka penalizuar ka qenë pak arroganca në grup. Zysha ka qenë e përsosur, por arroganca e grupit i dëmtonte. Ajo që unë vura re te ju është që ju keni një kimi të jashtëzakonshme me njëri tjetrin, por këtë kimi e shfaqet edhe ndaj kundërshtarit. Dhe në debatet që kam qenë pjesë, e kam vënë re deri më sot vetëm në 2, në tuajin
dhe dje që ishte mes Gjirokastrës dhe Kavajës, që kishte një shkrirje të jashtëzakonshme, duke e konsideruar kundërshtare një lloj miku në thonjse dhe duke e respektuar, por duke dhuruar një kulturë debati të jashtëzakonshme, sepse keni parasysh që zhvillimi i këtij projekti në thelb është zhvillimi i mendimit kritik dhe është ajo që sot mungon në shoqërinë tonë. Ky projekt nuk është për të nxjerrë një fitues. Absolutisht jo. Nëse keni kuptuar kështu, është shumë gabim. Ky projekt është për të nxjerrë lider të së ardhmes, të cilës ky vend ka nevojë, ky qytet ka nevojë, apo qyteti juaj ka nevojë. Dhe ajo çfarë ne ndjehemi shumë krenar në këtë kompeticion është që debatuesi ju sot ne kemi gjyqtar. Pra në edicionin e parë, të dytë, të tretë kanë qenë debatuesi ju, ne sot i kemi gjyqtar të këtij kompeticioni. Ka qenë lideri, ka qenë një antar i grupit, pra kushdo që ta vazhdoj këtë rrugë, derën e ka të hapur tek Liburneti, i cili për 9 vjet radhazi e ka zhvilluar dhe do vazhdoj ta bëj këtë projekt. Por disa prej tyre kanë marrë edhe përfaqësime, qoftë në pjesën politike, qoftë në drejtues të institucioneve të rëndësishme, dhe bën një diferencë, një qasje që shpesh thonë si ka mundësi ky i ri, ka një qasje kaq, s'po më vjen fjala në shqip, open minded në raport me një profesionist. Kjo sepse në mendjen e tij është zhvilluar, e kultivuar, e rritur, e bërë një produkt të qenësishëm zhvillimi i mendimit kritik. Dhe unë jam e sigurt që edhe ju vetë e bëni diferencën me kolegët tuaj. Nëse dikush preferon të shikojë diçka dhe të lexojë në telefon, unë jam e sigurt që ju preferoni të lexoni një libër. Më thoni nëse jam gabim. Ju uroj shumë suksese, edhe kur të na shihni në rrugë, na flisni se ju jeni shumë dhe ne nuk ju mbaj mend. Okej? Unë dua ta nis këtë diskurs që do bëj tani me një falenderim. Një falenderim shumë i madh për të dyja skuadrat, sepse keni sjell sot një kulturë debati dhe një respektim të individit që duhet të jetë thelbësore tek të gjitha skuadrat që kanë qenë pjesë e ridebatit, por përpos kësaj edhe në jetën tuaj të përditshme. Unë ju falenderoj shumë sepse më sollot një shije shumë të mirë të punës që ne të gjithë kemi bërë dhe mbi të gjitha zyshat tuaja kanë bërë me ju. Jeni një shembull shumë i mirë rinie dhe e them shumë sinqerisht këtë pjesë. Më vjen mirë për debatin që sollot sot, për kulturën e debatit që sollot sot, për ato pikat kryesore që ne i kemi moshuar shumë që ju t'i respektoni. Dhe e keni bërë. E keni bërë në mënyrën tuaj shumë të thjeshtë, e keni bërë me mënyrën më të mirë të mundshme. Ajo që dua të vlerësoj është se normalisht ne jo të gjithë juve ju mbajmë mend, por spikasim 2-3 figura në grup që na bëjnë të bisedojmë edhe ne pas në momentin që mblidhemi dhe japim vlerësimin, se si ka mundësi që këto figura nuk i kemi hasur apo nuk i kemi vënë re gjatë fazave të tjera që ju kemi parë. Dhe unë personalisht dua të theksoj 2 nga pjesëtarët e të dyja grupeve, djalin që është këtu, më fal, nuk ta mbaj mend emrin, dhe vajzën tjetër, Klarisën, se sapo u përmend, për 2 argumente shumë të mira që sollët për të kundërpërgjigjur njëri tjetrit. Ishin argumente kyçe që i dhanë shumë pikë skuadrave tuaja. Kështu që ajo që doja të theksoja është që duhet të punoni shumë për të pasur, ndoshta vitet e ardhshme, një përgatitje akoma më të mirë. Gjithsesi, ju falenderoj shumë që jeni pjesë e këtij formati, që jeni pjesë e këtij rrugtimi dhe falenderoj zyshat për punën e mirë që bëjnë me ju. Suksese. Atëherë, përshëndetje, unë nuk do zgjatem fare në fakt, sepse kolegët i thanë të gjitha, kështu që ne përgjithsisht ishim dakord në vendimin që kemi marrë për sa i përket pikëve dhe diferenca faktikisht është shumë e vogël. Për mua personalisht, ky është një nga debatet më të mira të këtij edicioni, e them sinqerisht nga të gjitha ato që kam marrë pjesë dhe më bëhet shumë qejfi për këtë gjë, sepse kultura e debatit ishte shumë lartë, sinqerisht nuk kam çfarë të shtoj më tepër nga ato çka thanë kolegët më përpara.
jemi në, siç tha dhe Niku, në vitin e 9 dhe qëllimi për ne nuk është më të nxjerrim një fitues, por padyshim të rrisim sa më shumë kulturën e debatit dhe të mendimit kritik që është qëllimi në vetvete i këtij projekti. Dhe urojmë shumë që nxënës si ju që kanë këtë lloj kulture dhe këtë lloj niveli dhe këtë lloj përgatitje që e marrin shumë seriozisht dhe respektojnë njëri tjetrin, të vazhdojmë t'i shohim edhe në vitet e ardhshme. Sepse realisht kjo është ajo që ne kërkojmë, kjo është ajo që ne duam dhe ju të integroheni qoftë në organizata apo dhe në struktura të tilla të ngjashme dhe për rritjen tuaj personale mbi të gjitha. Atëherë, me një diferencë shumë të vogël, prej 20 pikësh, kalon në fazën tjetër me 285 pikë Petronini Luarasi. Ndërsa Kristraq Capo me 265. Mirë, urime skuadrës fituese, shumë faleminderit skuadrës Beratit, Kristraq Capo. Ka qenë një nga surprizat e këtij edicioni, sepse ka arritur në nivele të larta, sikurse ndodh ndonjëherë, të paktën në historinë e kampionatit kombëtar debatit. Shijojeni festën, shijojeni fitoren, shihemi pas pak.